Shkruan Gjergj Zefi. Në diplomaci nuk ekzistojnë takime vërtet private kur në tavolinë ulen figura me peshë politike dhe me probleme të hapura legitimiteti. Ajo që kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu bëri me Milorad Dodik në kurriz të Bosnjë-Hercegovinës e ka bërë para pak ditësh në një formë tjetër, por me të njëjtin logjik edhe me Edi Ramën. Dy takime të ndryshme, dy figura politike diverse, por i njëjti model diplomatik, pritje jo formale, pa kornizë institucionale të qartë, që në praktik shërbejnë si injeksione legitimiteti për lider të kontestuar. Rama dhe Dodik të ndryshëm në rol, të ngjashëm në nevojë. Nuk ka ekuivalencë morale apo politike mes Ramës dhe Dodikut. Njëri është kryeministri i një shteti antar të NATO-s, tjetri lideri i një entiteti që sfidon hapur shtetin ku bën pjesë, por ngjashmëria që i bashkon është nevoja për legitimitet të jashtëm në një moment dobësie. Dodik kërkon njohje ndërkombëtare për të forcuar projektin e tij secesionist. Rama kërkon mbështetje simbolike ndërkombëtare në një moment kur akumulimi i problemeve me drejtësinë, konsumimi politik pas një mandati të katërt dhe ftohja e marrëdhënieve me administratën amerikane kanë bërë figurë gjithnjë më të kontestuar. Në të dyja rastet, Netanyahu shërben si certifikues politik, duke u ofruar atyre diçka që nuk e gjejnë lehtë në perëndim. Një foto, një takim, një heshtje domethënëse. Izraeli si stres simbolike për lider në presion. Izraeli ka një peshë të veçantë morale dhe strategjike në politikën globale. Pikërisht për këtë arsye, çdo takim i nivelit të lartë atje ka vlerë disproporcionale simbolike. Për Ramën, takimi privat në Jeruzalem u përdor për konsum të brendshëm politik, si provë se ende pranohet në tavolinat ndërkombëtare. Ashtu si Dodik, edhe ai e shfrytëzoi mungesën e flamurit dhe kornizën zyrtare për të shmangur pyetjet e pakëndshme mbi mandatet, institucionet dhe përgjegjësitë. Në diplomaci, mungesa e protokollit shpesh është vetë protokolli. Administrata amerikane dhe vakumi i heshtur. Ndryshe nga Izraeli, Washingtoni ka zgjedhur një qasje më të ftohtë dhe më institucionale ndaj Tiranës zyrtare, duke shmangur përqafimet publike dhe sinjalet politike të forta. Kjo heshtje nuk është rastësi por mesazh, dhe kur një lider nuk e gjen më derën hapur në Washington apo kryeqytetet kryesore europiane, kërkon alternativa simbolike. Netanyahu i vetë kontestuar në plan të brendshëm dhe ndërkombëtar, nuk është arbitër neutral i legitimitetit demokratik, por pikërisht për këtë arsye bëhet partner i përshtatshëm për lider që kërkojnë mbjetesë politike përmes imazhit jo reformës. Rreziku i normalizimit të diplomacisë së fotografisë. Problemi nuk është vetëm Rama apo Dodik. Problemi është normalizimi i një praktike ku legitimiteti nuk buron nga zgjedhjet funksionale, sundimi i ligjit apo respektimi i institucioneve, por nga një takim privat i mirë kuruar pa kamera. Në Ballkan, kur shtetet janë ende projekte në ndërtim, kjo praktikë është veçanërisht toksike. Takimet private të Netanyahut me Ramën dhe Dodikun tregojnë të njëjtën gjë. Diplomacia, kur shkëputet nga parimet, kthehet në shërbim personal të liderëve në vështirësi. Dhe kur kjo ndodh, çmimin nuk e paguajnë individët, por shtetet dhe shoqëritë që ata përfaqësojnë ose pretendojnë se i përfaqësojnë.